Krimi në familje nuk ndalet dhe shënon viktimën e radhës. Ngjarja e rëndë u shënua kësaj here në fshatin Vajkan të komunës Mbrëstar të rrethit të Fierit. Këtë herë ka qenë gruaja ajo që ka qelluar me thik bashkëshorten e saj, duke e plagosur rënd. Sipas policisë së Fierit, 23 vjeçaria Arlina Hasani, pas një sherrri me bashkëshorten e saj Besmir Aslani, 32 vjeç, e ka goditur disa herë me thik. 32 vjeçari është transportuar me urgjencë në kirurgjinë e Fierit pasi është goditur me thik në veshka dhe nga pas nga bashkëshortja e saj dhe aktualisht ndodhet në gjendje kritike për jetën. Ngjarja ka ndodhur në një lokal pranë një pike karburanti, ndërsa menjëherë pas ngjarjes ka reaguar edhe babai i 32 vjeçarit të plagosur, Demir Aslani. Jo, ça grindeshin aty. Nuk kishin kështu domethënë, pse s'u ngroti gjella, pse thotë gjella. Po pse janë sherrë për pse vajte lokali, pse vajte te lokali? Për çfarë arsye? Lokali aty vjen gjithmonë. Po kjo vajte te lokali, pse vajte? Po pse isha aty unë i them që vajte. Nuk di gjë fare se si ka ndodhur. Fare. Nuk di gjë, unë tash mora vesh nga ata që nga ata të dytë që ata parë stanje, erdhën thajë, thanë që ke armë, ke drog. Ende nuk janë të qarta shkaqet që kanë çuar 23 vjeçaren të qellojë me thik të shoqin, ndërsa policia ka arrestuar atë pak minuta pas krimit. Çifti ka 2 vajza, një fush një 5 muajshe dhe një vajzë 7 vjeçe, e cila aktualisht ndodhet në Greqi tek prindrit e 23 vjeçares.